Edhe pse drejtori Skënder Hasani është i zgjedhur gati se 10 vite në këtë postë, në vitin 2016 ai ka hapur një organizatë jo qeveritare të quajtur me titullin Acta Non Verba në Shkup dhe përmes kësaj organizate jo qeveritare ka marrë një sasi të shumta të parave, mund të them me qindra mijë denar, për të zhvilluar aktivitetet e tij, ndoshta shkencore, intelektuale dhe kryesisht për të botuar libra. Ajo që ligjërisht të gjithë e dim se një zyrtar i emëruar ose i zgjedhur nuk gëzon të ketë edhe veprimtari tjetër konkretisht të jetë sidomos kryetar ose drejtor i një organizate jo qeveritare dhe këtë zoti Hasani e ka bërë dhe këtë kemi të dëshmuar me dokument, siç mund edhe ta shihni dokumentin e themelimit të kësaj shoqate. Po ashtu, informacione tjera të cilat janë me të vërtetë të dyshimta. Vëren edhe udhëtimet zyrtare të drejtorit Skënder Hasani, ku në udhëtimet e tij zyrtare ndonjëherë ka marrur dikën nga familjarët e tij të punësuar, siç mund të shihet në këtë fotografi, për të arritur peshën e tij, drejtori Hasani edhe lajmet kur i kanë nxjerrur të aktiviteteve të institutit dhe sidomos lajmet të cilat ka qenë pjesë edhe ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ka bërë lajme të dy fishta. Në njërin lajm e ka shkruar titullin se ambasada mbështet institutin dhe ambasada mbështet drejtorin Skënder Hasani.